Më thuaj pse më pak. Mos më detyro. Ka që të merresh me qenga? Jo. Po ti thash. Po çdo të ndodh. Vetë që nuk janë atë. Pikërisht. Stefas, kam për zero. A kupton pse dua pek shumë. Jo. Vërtet asgjë. Asgjë që mund të thuhet. Vi me një premier të re në teatrin e Skampa, një bashkëpunim që ka aktorë të mirënjohur, siç është Ledio Lako, Ledion Zoj dhe aktori Elbasanas i ri, Erli Fortuzi. Fillimisht jemi 3 natë rresht në teatrin Skampa të Elbasanit, pastaj kjo premier do vazhdojë edhe në shumë qytete tjera, përgjatë sezonit veror do shëtisin në shumë qytete ndryshme të Shqipërisë. Jam shumë i kënaqur me rezultatin, është hera parë që unë punoj në qytetin e Elbasanit dhe në teatrin Skampa. Ka qenë një eksperiencë shumë pozitive dhe dua t'i falenderoj të gjithë stafin e teatrit sepse kanë qenë shumë gatshëm për të na ndihmuar me zgjidhjet problemet komplekse të shfaqjes. Gjithashtu mendoj që është një shfaqje e cila komunikon me publikun, trajton tema të prekshme dhe në përmjet dialogut të shkatët dhe inteligjent, aktorët përcollën një situatë e cila edhe argëton, po dhe bën të mendohet. Çdo shfaqje ka kohën e saj për të realizuar, do impenjimin, seriozitetin. Mendoj që ka qenë një shfaqje e kompletuar. Faleminderit publikut që erdhi në këtë situatë ku nga një anë është botërori, nga një anë janë protestat. Vapa po bën të sajën. Fillojmë kjo është vepër sa komike aq dhe dramatike, bën fjalë për marrëdhëniet njerëzore që nga gjërat e vogla vijnë në të mëdha. Se sa kompleks është njeriu si qenie, se si egoja e tij që shoqëron, e pranon do të talentin e tjetrit apo jo. Mbi këtë vërtetet e gjithë kjo komedi do thoya. Po një debat që ndodh gjithmonë mes miq të vërtet. Domethënë është ndjesit që na lë ajo gjurmët që ne nuk duam që të na transmetohen diku më vonë. Domethënë ato gjërat që ne i lëm për një gjë, kur i thon. Natali Surrado ka ndërtuar një vepër kaq të bukur ku merren vetëm me këtë hapësirën, ku unë e them dhe në batut mbi theksin e vendosur mbi epokë, pikërisht këtu qëndron ajo fjala përçmim që ti e ndjeve në nën tekstin e asaj batute që unë të thash. Atëherë, Ç'mund të them? ç'u më thuash? Po thuaj. Jo, nuk dua se ta shponim shumë lart. E kom mirë atë. Po e them unë. Vërtet e thua këtë? Ju keni edhe një fjalë të gatshme për të Iri më këmbur. O sigurisht, Verleni ti, aristokracia e madhe ti, vjetësh ti botrore ti, po,